që dhuroje. Shpirti është ngrohtë si pushtoje. Vera është lëngynor dashuroje. Pra eja I dashë passion, pra në puti shpirti ta prangon. Do të vi se jam porat e cër, dhe pran kanelës ty zemrën do ta marr. Për natë feste shpirti do gëzoja, shumerën e do pime do këndojma. Do të pime s'do ngalojma, që nate dhe jesonë mos maroja. Sot është të fest, gjithë qyteti le festoja. Ale në natën të ndriçoja, se le pimelën magjia ke anë, se kush nuk pi nuk ka shkorat e canë. Jeta është dashuri gëzoje, Dashuria është magji dhroje, shpirti është ngrohtë si pushtoje. vera është lëngënor dashuroje. Pogradeci që në lashtësi ka prodhuar
dhe hidhej në butë druri. Lihej për një kohë rreth 40 ditë, por në varësi të motit dhe të ëmbëlsisë së rushit, edhe më shumë ose më pak kohë derisa lëngu i shtypur i rushit të fermentohej e të bëhej verë. Në Pogradec, bërësit, lëvoret e rushit nuk ndaheshin nga lëngu dhe vera dilte e fortë me aromë, por edhe pak tanike e afët. Gjatë kohës së fermentimit, në javët e para, pihej mushti, që është lëng rushi i ëmbël pa u bërë verë. Në fakt, paralelisht me verën, shkonte edhe prodhimi i rakisë artizanale, një tjetër pije e cila ka qenë e preferuar nga pogradecarët dhe jo vetëm. Aq sa Mitrush Kuteli do të shkruante rrëfenjën fshati im me pi rakin. E që ta shihni e ju, se këto fjalë nuk janë të kota, urdhroni në fshat edhe hidhni sytë rreth e rrotull, gjerë lart mbi një ato brigje, kudo që vështron, që nga fusha e gjerë në çuka, e që nga çuka e gjerë në gëmbri, nuk të kullot syri përveç se hardhi të gjallë. E holl edhe gjevrek kjo hardhia, po ashtu si është e si e bëri Zoti. E hëngri thekrin e holl, e hëngri gështejnë e trash, edhe tanina i është sulur me yrysh dushkut në pyll brënda e kërkon t'i marrë vëndin. As brënda fshatit nuk gjem pëllëm vënd pa hardhi. Pjergull mbi mure, pjergull mbi obor, e krua e gjithë pjergull mbi rrugë ku shkel bota. Këto atje ku janë të gjallët se për të vdekurit as që duhet zën me gojë se merret vesh që ndën pjergull i kanë varet. Pjesë nga rrëfenja e Mitrush Kutelit, fshati im e pirakin e vitit 1943. Nga mënyra se si Kuteli përshkruante hardhit, vreshtat, pjergullat, tregon se sipërfaqet e tyre ishin tepër të mëdha në rrethin tonë. Kalaja e Pogradecit, vite më parë, ka qenë mbuluar tërësisht nga vreshtat e rushit, e për të shkuar mëtej në kodrat e Qëravës, Qafploçës, Stropskës e të tjerë. Vreshtarët e Pogradecit do ta kishin vëmendjen që shumë vite më parë. Në 13 shkurt të vitit 1935, në faqen nr. 4 të gazetës Besa, shkruaj për ta. Në artikullin Kooperativa e Vreshtarëve të Pogradecit thuhej: me iniciativën e Ministrit e Ekonomisë Kombëtare, zotit Dimitër Berati, është formuar në Pogradec një kooperativë e vreshtarëve. Shoqëria dobiprurse filloi nga veprimi dhe në një nga mbledhjet e fundme u bën zgjedhje të Këshillit që dhan këtë përfundim. Kryetari i kooperativës do të zgjidhej Arif Mehmet e arkëtar Gjoho Vako. Antarët e saj do të ishin Todi Llakmani, Isuf Çollaku, Nexhip Lamçe dhe Dimitër Çomo, sekretar. Pra, ky material i shkruar tregon se vreshtarët e Pogradecit kishin nisur të formalizoheshin në mënyrë që prodhimi i vreshtave të sillte të ardhura për familjet pogradecare. Sigurisht që mbresa, shënimer për rushin dhe procesin e vjeljes së tij nuk mund të mos kishte edhe Lazgush Poradeci. Në një foto të siguruar nga arkivi i familjes Shuke, shfaqet Lazgush Poradeci dhe Vazil Shuke, miq shumë të ngushtë. Shfaqen në kohën e mbledhjes së rushit, mes rreshtash në librin Ylli i zemrës, Lazgushi do të shkruante: Vasil Shukës, shoku të dashur dhe të dhemshur të zemrës time, për kujtim të kohës ku mblidhnim lecka e zinim thellëza me mallëngjim Lazari, shkruar më 10 tetor të vitit 1939. Ndërkohë në të tjera foto shfaqet Vasili me antarët të tjerë të familjes së tij, të cilët realizonin procesin e mbledhjes së rushit në vreshtat e familjes Shuke, që siç e përmendëm edhe në krye të herës, ishte një nga familjet pogradecare e cila zotronte qilar me bute ku prodhohej verë. Vreshtat në kalan e Pogradecit duket se ishin mjaft të mbara. Në 2 foto të shkrepura nga fotografi pogradecar Misto Cici, ky i fundit nxjerr në pa veshulët e mëdhenj të rushit që prodhonte dikur zona e kalas së Pogradecit. Misto nuk ka harruar që bashkë me veshulët të tregonte edhe vendin ku bëhej ky rush, që ishte Pogradeci. Qytetin që ai e fotografoi aq shumë, duke fiksuar momente historike të zhvillimit dhe transformimit të tij. Llojet e rushit që historikisht janë kultivuar në Pogradec ishin muskat, gems, Riesling, Tokaj, Pamit, Sheshi, por dhe shumë të tjerë. Por gemsi do të ishte edhe në etiketën kryesore në ndërmarrjen ushqimore të prodhimit në Pogradec. Kjo foto e vërteton këtë gjë. Ndër të pakat qilare që kanë mbetur në Pogradec është ai i familjes Nacho. Qilari është një nga shtëpitë karakteristike pogradecare në shtëpinë e Vasu Nachos. Në brendinë e qilarëve të saj bëhet verë prej 7 brezash. Butet të cilët mbushen dhe hapen prej dekadash janë prodhuar në Itali në vitin 1920. Distiluesi i ruajtur mjaft mirë mba mvullën e shoqërisë Deroj Filc Ajne dhe është prodhuar në Paris në vitin 1900. Ndërsa në matësit e sheqerit mbi 100 vjeçar shkruhet Mosti Metro Babo di Klosternburg, për nder të enologut austriak Wilhelm von Babo. Ajo çka është më interesante, mbi bute
vendoset bukë dhe qep, duke trashëguar edhe sot një zakon të kahershëm, i quajtur bukë e qep dhe verë në shtëpi. Sipas rrëfenjës, thuhet se në Pogradec çdo familje arrinte të bënte një butë verë. Edhe ata që nuk kishin mundësi dhe nuk kishin vreshta, shkonin dhe punonin në vreshtat e atyre që ishin në gjendje të mirë. Në fund të ditës nuk merrnin para, por koshat me rrush për të bërë verë. Në pamundësi për të realizuar një intervistë me Vason, po shkëpusim disa momente nga një shkrim i tij mbi traditën e prodhimit të verës në Pogradec. Çdo shtëpi pogradecare kishte patjetër një bodrum. Në mos një bodrum, një vend të errët me temperaturë konstante, në verë të freskët e në dimër jo të ftohtë. Se para se të mendonin për dhomën e tyre, mendonin për verën që t'i krijonin kushte sa më të mira, se pa të nuk jetonin dot. E ja u kishin lënë amanet të parët. Në shtëpi vendi më i rëndësishëm bodrumi ishte. E po të vinte ndonjë mik në fillim para se t'i shtroje tavolinën, në bodrum do e çoje. E s'domënd duhej respektuar miku. Po të hyje në bodrum vështirë se dilje se do i provoje të gjitha që kishte zoti i shtëpisë. Provo gemsin, provo muskatin, provo perlën, provo pamidin, provo rislingun, provo tokajin e ndonjë shishe të vjetër që kanë zënë me rimangat, e provonte miku. Se miku duhej kënaqur e duhej nderuar, se bëheshe gazi i gjithë fshatit pastaj. Në Pogradec nuk të pyeste njeri si ke qenë. Ata të shtëpisë si i ke, por nga shtatori, tetori, hëbre, si t'u bë ai rrushi, është ndonjë çik i ëmbël apo hiç? Nga nëntori, dhjetori në vazhdim, si t'u bë ajo vera, është ndonjë çik e fortë, bëre ca verë si vjet, se si do të kalojmë dimrin, se është i ftohtë ky i uruar dimër, e netët pa verë nuk ngrysen e gdhihen. Nga marsi e prilli, e mbarove verën, e zjeve rakin, sa rakin nxore, e pastaj e punove vreshtin, e stërkite, e krasite, për verën flite më shumë se për çdo gjë tjetër në Pogradec. Po të dëgjoje hallet e pogadecarëve, por hallet e mëdha aman, vetëm për verën ishin. Lëre bre lëre, se mu thartua një butë këtë vit, e një më ka ngelur. Çdo bëj unë shkreti me një butë, a i s'modela as për vete, pa le për miqt e për vizita. Po le atë, po tur bre, si të më thartohej. Lëre bre se mua më ngeli i ëmbëja i buti që kisha shtën me muskat kanel. Ç'thoni bre ju? Unë i gjori si doja bëj. Këtë vit nuk nxora fare raki, vetëm ca më ka ngelur nga viti i kaluar. Vit i mallkuar. Pogadecarët e kishte zakon, kur bëhej vera dhe netet e dimrit kishin orë plot. Mblidheshin në shtëpitë e njëri tjetrit, kush gatuante peshkun e freskët të gjolit apo mishin e derrit, kush sillte verën e kuqe apo të bardhë, se muhabeti i tavolinës rreth saj vërtitej. Kur mbaroi vera, bërësit dhe ai pak lëng që mund të mbetej, bëheshin raki. Se çdo shtëpi si kishte butin, kishte edhe kazanin e rakis, dhe shumë mirë këtë traditë na i tregon Kuteli. Po na u bë kësaj dite o shok, ky fshati im plot kazan. Kazan e shtëpi, shtëpi e kazan. Se ai që ka një kazan është mbret më vete, e të shikon që lart si hipur në tartivan, se mezi të kthen mirëmëngjesin. Mund të kesh ti ara sa të mundesh, gështenja sa të lodhesh, e tregti të rënd, me dëngje. Po s'pate kazan, numërohesh fundi i fshatit e pander. Kur vije kazani për të bërë rakin te i zoti shtëpisë, shkonin miq e shok. Rakia pijej aty në vend e fortë e jo me kupa, por me poça e qypa. Pinin e këndonin, gra e burra, i madh e i vogël, se kishte fest ku zihej rakia. From this to this, with the help of artificial intelligence, we create precise digital models. And we present the first new zirconia in Macedonia. Perfect precision, natural aesthetics, and results that last. This is the future of dentistry. Today, here, at Dr. Batkoski Dental Center.
Për të parë dhe për të mësuar diçka më tepër se si në familjet pogradecare prodhohej vera e butit bashkë me rakinë artizanale, ne do të kemi mundësinë për të vizituar disa prej shtëpive të vjetra, të cilat kanë historikisht një histori shumë interesante dhe të lidhur me prodhimin e verës dhe të rakisë. Do të jem në pas pak momentesh në familjen e Artur Blacërit, jati ti, Garipi, gjyshi ti më përpara Zeqiri, historikisht kanë prodhuar verë dhe raki artizanale, një histori mbi 100 vjeçare, e cila vazhdon të trashëgohet edhe në ditët e sotme nga vetë Turi, Artur Blacëri. Turi, faleminderit, si je? Si të kam? Je i fort? Shëndeti? Në shpinë e verës. Mirë ke qenë? Jo rastësisht e erdhëm këtu sepse mbi 100 vite histori ku babai jot, gjyshi jot tu prodhonin verë dhe raki apo jo? Po. Ti e ke ruajtur pak ambientin ashtu siç duhet. Pak a shumë. Do i kujtim nga puna e tyre kemi? Vetëm butet e këto Hajde butet e shikojmë. Këto butet e... Atëherë, pa hyrë tek shtëpia e Turit, brenda ku do shkojmë pas pak tek pjesa ku ai mban butet e verës dhe të rakisë, janë këto butet që i gjen pikërisht në hyrje të shtëpisë. Turi, më shpjegoj pak çfarë janë këto. Këto butet e vjetra, kanela e vjetër, të dy butet të tre këta, mund të kenë mbi 80 vjet. Që ka përdorur babai tim. Nuk e di, ai ka pasur, Ai ka bërë veta, e din këtë? nuk e di. Po përgjithsisht pogradectarët i prodhonin vetë, kam përshtypjen. Me çfarë druri mund të jetë prodhuar ky? Ky është dru lisi. Dru lisi. Lis sot për sot nuk kam pogradec, po shumë vite më përpara ka pasur, prandaj dhe vjen dhe si trashëgimi. Ky këtu te robulli. Është për rrobull ai. Po rrobull kemi, po Malcina e Valamarës lart. Po. Pjesa e Gorës, po e kanë marrë andetët. Këta e kam rojtur unë si shenjë të babait, ai mund të ketë trashëguar nga ana e teatrit. Edhe Ai ti la ty, ti i ke bërë si muzet si ashtu. muzet, si dhe like këtu, dhe të jem si kujtim. Ku di sa herë janë mbushur dhe janë zbrazur këto bute. Duket vjetërsia e tyre. Bute apo kade? Bute i themi ne. Do të thënë rrokullisni butet, siç është ajo kënga. Ne proletarët i themi bute. Pra, rrokullisni butet. Pastaj korçarët e morën dhe bënë rrokullisni kadet. Po ku i rrokullisni korçarët kadet në Korça apo bulevard? Se vresta nuk kanë ata. Në gizat e kanë drejt. Shumë interesante janë. Pas kanë qenë dhe të thellë. Sa mund të mbaj? Çfarë peshe kanë këta që mund të mbajnë? Mbi 2 kuintale gjysmë. Mbi 2 kuintale gjysmë. Ndër kjo kanella, Kjo kanela është me çelës trekenç. si e bënin këta? Me çelës trekenç. E futet trekençin këtu dhe hapje. Dhe xhirte verë më pas që këtu. Kjo rubinet ka këtu do të jetë bronz. Kjo është bronz. Është bronz. Bronz. Kjo kanella nuk është funksionale sot, besoj, po Jo, po gjë si relike dhe si muze shumë e mirë. Gjë vjetër. Ti kanë kërkuar më? Po. Ti shisje? Nuk i jep, a? Janë pasuri e paçmueshme. Okej, do shkojmë brenda, shikojmë pak çfarë bëhet. Okej, shkojmë brenda dhe të shohim pak se çfarë Turi ka bërë me butet e reja tashmë, sepse Turi për vitin prodhon verë. Me qilari. Me qilari. Okej. Këtu po hymë në qilari i verës. Turi e paske sistemuar bukur. Ka vite, do më ata 3 bute që kishte kako të aq tini, e kishim rreshtat në vite 30, kishte gjyshi, Ku i ka pasur rreshtat? e dhe po ujt dhe vërdovë, dhe po ujt qytetit. Edhe, arri sistemi teatër, në i morën. Ai ndruan këto toka 7501 që pastaj apo Arri sistemi e Verogjës po. I Verogjës. I mori që në kohën e Enverit, ja morën. i morën, edhe përshi i kanë marrë të tjerët, me ligjin e... Me ligjin e 7501 këtu u ndante këtë të tjerët. Tani tek qilari jot, këtu sa bute ke? Këtu janë 6-8 bute, edhe ky që merr një kujtare gjysmë, 9 bute. Sa vite u bën që pasi Garipi vetë është marrë një herë?
Mere, ja? Qa prodhon të karite? Është marrë me ato butet aty që jena i jati, edhe për i shtinë shumë. Do më thëmë, verë bardë, kuqe Dhe të kuqe gems. dhe gems. Dhe raki. Pasaj në datë fermentimit ajo që mbeshe, Bëjë raki. bërë raki. 27 gradë. Raki e del 70 gradë, po pasaj evaluojnë me ujë bulimi ose ujë pusi. Edhe e lem 20-19. Ti vetë, kur e pata kontaktin e parë me këtë lloj prodhimi, pra që fillove të merresh pak a shumë, apo që i vogël nisi më mbrapa? Të vitet 8 vjetë, 10 vjetë, në vitet 70. Që ishin Gjaza mamaja që zinte rakinë dhe merrin që këtu bështina e shpinin me qëtaj mamas. Edhe rrinjë atje shikojnë të taku rrinte babaj, të rrinte do ikën punë, thoshe më rritë të shikojnë si del, qysh del. Dhe në shopa pak nga pak, edhe si e shtinte. Edhe, po të shumë për vejnë, të vene familjare e konsumumin brenda familjes. Pasaj kur vinin që shileshin. Ishte kjo historia që ishte periudha dhjetore, që ishte periudha e hapjes buteve dhe mblidheshit me të afërmit, me kushit, kush provoi kjo, kush ishte përvejë më të mirë. Më përpara bësh edhe pasërmaja. Dhe kur bësh e pasërmaja, shtileshin. Dhe nxirrit e verë. Shtileshin, njerëzit e nenës, njerëzit e babait. Edhe nxirrit dojnë godhojnë aty. Aty ishte dhe koha që hapnin verën për të parë? Po. Që hapej buti, le t'i themi në këtë rast. Po, se pasërmaja të shinja dhjetori. Fillon e bëhet gati derisa të bëhet për t'u ngrënë në kap dhjetori. Edhe vera fillon nga fundi shtatorit, me 1 dhjetor duhet të vilet rushi, edhe në fund të nëndorit, ose në fillim të dhjetorit vera bëhet, atëherë hapen butet. Fund nëntori. Ose fillim dhjetori, ja? Diçka tjetër. Fillim dhjetorit, të varet nga kushtet. Gjithmonë vera familjare, koha e shmbreti i verës. Ty vetë të ka qelluar atëherë që shkonit edhe në për këto familjet e tjera apo gredecare që bëhe hapje e buteve dhe prodhonit? Në përgjithësi vinim në njërë apo tek të afërmit? Në të afërmit. Në fisin tuaj kush prodhon të tjetër verë si ju? Po të nga Zazaj. Dhe babaj, 7 vite kemi pasur të mbrapa, vëllezërit ishin të matan të gjyshit, të babajt. Edhe nuk e di më përpara se... Të gjithë prodhonin verë? Nga pak. Po gradec, okej, për konsum personal, familjar, po të gjithë prodhonin verë nga pak? Po gradeci të gjithë prodhonin, dhe po të hafë një kosisht butet, bëshe një liqeni dytë. Kështu thuaj, metaforikisht. Këtë e thebu. Pastaj doli dhe ka nga rrugullisni butet e tjere që e përmën pak më përpara. Nuk ishte rastësi. Por adrejt që e shidash në një drejke me profesorin Amit Beqja, aty mori që ishe në verë e tha, në shekullin e 3 të 4 rastësisht kam lexuar në një literaturë të vjetër, tha, dhe kam lexuar për verën, tha, thoshte që vera më e mirë është në pellgun e orrit. Këtu. Në pellgun e orrit. Shqipëri ka qenë e tërë atëherë. Po. Kështu që Por atë që ka qenë gjysmë fshat, gjysmë qytet. kishte vreshta shumë? Kishte, për zonën e Kadas, deri këtu deri në Vërdovë me fshatin. Po, u prishën me prishjen e sistemit? Apo i mori sistemi nga vreshta i bëri toka bujësore? Ishin të tëra në Kodrina këto, që nga Kadara. Deri në Vërdovë ishin tëra në Kodrina këto, vreshtat. Ishin të ndara si pas familjeve? I kishin familje të caktuara? Po, të ndara, se çdo familje kishte, do më thënë kishte nga 1 dylim, 500 metra, 2 dylim, 3 dylim vresht. Tani që besoj që kur gjyshit tënë, pra babajt ja morën vreshtën këtu lartë, kur fillove dhe more ti në dorë situatën, ku e more rrushën? Rrushën gjithmonë e ka marrë në Leshnic. Po pse në Leshnic dhe jo në një vend tjetër? Mora të ako kur futej atëresh, kur futej atëresh në këte nga Majdonia, merja Vranec. Edhe Vraneci rrushën mirë. Mosar e vëlla me Gemsin. Po. Dhe
Tani për tani. Ka kohë që marrë prapë games. Dhe gamesi kemi ne këtu, është vera më e mirë. Çfarë të veçantash ka, si del, si verë, si prodhim? Ka një aromë të mirë, ka aromë e Çfarë cilësish duhet ketë rushi që të dalë një verë e mirë? Rushi duhet të jetë i pjekur. I pjekur mirë. I pjekur mirë. I ëmbël apo? Po që mirë, Është dhe i ëmbël. Është dhe i ëmbël. Të djeli ka për punë e vetë. Edhe dhe cilësia shumë e mirë. Unë ka fituar në konkurimin. Tani nuk pashkuar të konkur, nuk është kaq e thjeshtë, se po të ishte kaq e thjeshtë, rushi ëmbël i mirë dhe del mirë, ka disa hile të tjera, se nuk i fiton dot ato çmimet pastaj siç i ke fituar ti. Jo hile. Në thonjza them hile, jo hile tek hilet e prodhimit. Hile kuptimin ka ca sekrete të tjera të vogla që bëjnë. Ka shumë sekrete vera. Do të thuash në jemë, të tregojmë njerëzve? Jo. Apo s'do mi tregosh? Jo, nuk tregojmë. Ti ke marrë pothuajse pjesë në çdo vit në konkursin e verës. Aq sa ca kohë që të hiqnin nga konkursi, se po fitoje vetëm çmime, të vunë në juri. Që në çfarë viti ke marrë? Kur bë konkursi për të parë, nëse ma mend, dhe kur ke filluar të marrësh çmime? Unë kam filluar domethënë pjesëmarrje në konkurimin e verave në 98-99. Dhe në 2000 kam marrë pjesë. Që nga 2000. Dhe në 2016, çdo vit, i bie 15 vit kam marrë çmim të parë, edhe kuqen edhe bardhën. Për të dyja? I merre ti të dyja çmimet? Jo. Apo her pas here alternove? Në 2003 kam marrë të dyja çmimet, edhe bardhën edhe kuqen. Dhe pastaj si të heqim nga loja të vunë juri? Më vunë në juri, qytetari të Gostinit. Tani ke kaluar prapë te konkurimi. Edhe 10 fitove. Do të që nga 2019, ai këtë të marrë pjesë, kam fituar prapë çmime. Për verën e bardhë. Për verën e bardhë. Po verën e kuqe? Verën e kuqe. Ti je më shumë tek vera e bardhë, kam bërë. Ti je fantastik tek vera e bardhë. Po më thuaj një sekret. Po vera e bardhë është më e lehtë. Ka të bëjë ngjyra, ka të bëjë shija. Ja do ta provoj. Çka ka të bëjë tani? Ngjyra, shija, edhe në konkurs. Është rushi. Për mua se mund ta bëjmë kështu, ne mund të shkojmë vitin tjetër bashkë, të dy të marrim njëjtin rrush në njëjtin vend dhe më rezulton që ti fiton. Pse mos fitoj unë dhe fitosh ti? Ja sekretet e verës, varet e buti. Po. Që në rushi që në brejt të pikur, në buti dhe pasërsia e buti njerë, duhet i rish me koka, kur do në bazë 10 dinjës, varet në kushtet e kohës. Varet në kushtet e kohës, ne kemi, ne kemi mbrejt kohën se klima për ne është mbret. Këto butet ku i ke marrë, ku i ke prodhuar? Këto ka vite. Normalisht duhet të jenë vjetër, se dhe që verët dalje e mirë pëse duhet të jenë vjetër. Që nga në setetra e marrë. Ku i ke marrë? Tu? Edhe kjo që kam fituar në 2014 është bërë 10 vjetori. 10 vjetori i... 10 vjetori festave i... Mos ka qenë 20-a, se këtë vit është 30-a. Logikisht ka qenë 20 vjetori, 10 vjetë, së bashku. Megjithatë, unë e di që këtë vit është 30 vjetori i festës së verave. Kjo çfarë është? Kjo është kanella. Kanella. Si prodhohet? Kush e bën? Kanella bën ai zanësiu që bën butet. Që ai prodhon bashkë me ato. Pra si tip rubineti i cili kur e ha ka marifet në vetë, domethënë ato që e kanë bërë të para tanë. Në kuptoj. Është pak a shumë është trashëguar ashtu siç duhet. Ke krijuar një ambient shumë interesant këtu, ke ca butet vogla. Kjo këtu për çfarë shërben? Unë e di për çfarë shërben, por t'ia themi qytetarëve. Kjo është një govat. Historikisht, këtu shtypej rrushi historikisht. Kjo është një govat. Kjo është një govat, ne që mund të i thoshim korrit. Korrit i thon akoma. Nuk e di, po korrit i thon. Edhe me këtë kurin vakti e shtypim rushin. E hithit këtu? E në këtu e shtypim me kërë. Kush e shtypte rushin kur më përpara? Familja. Fëmijët e vegjël? Fëmijët e vegjël, do më thonë vajzat, djent.
Pra bëj edhe një lloj gëzimi familjar. Po, Pra bëj mbledhja e rrushit, sillej, shtypej, hidhej në butë. Pra kishte disa momente shumë të veçanta. Shumë veçanta. Bëhen më këto sot? Bëhen më? Nuk e di. Kur mendohesh ti do të thotë që nuk bëhen. Jo, po të bëj ka likur për Se shkolla. sot ka ndalë edhe këto makineritë. Po. Që e shtypi rushin për kollaj gjë, për më pak lodhje të tjera e tjera. Sa çmime ke marrë më the? Gjithsej 20 çmime. Që nga 2000 deri në 2023. Shumica janë për verën e bardhë. Këtë vit do konkurosh prapë? Po. Edhe e ke ndarë mendjen do fitosh? Do fitoj me verën e bardhë do fitoj prapë. Sa vjeç vajte? 65. Sa vjet të bën që merresh me prodhimin e verës? Po që nga vjet 75. Shumë vite domosdoshmë. Shumë vite. E bër babai kësaj pune. Babai. Tani se ndonjëherë ai që bën shumë pak flet se çfarë thonë njerëzit. Çfarë thonë njerëzit për prodhimin tënd? Nga i ke këta se unë kuptoj që ti pak e mban për vete, pak e ke për miqt, pak e ke ndonjë çik për të shitur. Nga i ke këta klientët që vinë blen verë? Për të shitur jo, po më shumë vinë këtu për shokët e mi për e cara. E marri këtu me qilari, edhe shkojnë vetë ata. Po kështu në Tiranë, në Durrës, miqe, shokë. Çfarë thonë ata? Po e pëlqejnë. Ata e kam ka 23 vjet. Për notojnë gjë herët. Turi, sa kile verë? 5 kile, 10 kile, i dua unë këtë vit. 10 shishe, 20 shishe, po. Deri ku ka shkuar vera jote? Sa larg? Ka shkuar në Rusi, Danimark. Miqtë e kam marrë, që kanë shpenë. Me ka dhënë miku të tjere, e ka provuar, ku e ke gjetur i ka thënë këtë verë. Si, edhe, ka marrë bashkia. Dhe në bardhe ka shpenë në Danimark për konkurs. Ka dalë mirë atje besoj. Nuk e di. Nuk e ke marrë vesh. Nuk e ka marrë vesh, se sa ndrejnë se... Shumë interesante. Po sa verë prodhon në vit? Po shtelë edhe 15-20 kuntal. Marrë edhe fëmijët, vinë fëmijët që shtjenë. Fëmijët ka mësuar që shtjenë verë? Nga pak. Nga pak se... Do e trajshme dhe dikush? Se tani dhe ti do me moshën, pavarësisht se ti sa vjeç je sot, 65 më the. Po ti deri 100 vjeç me këtë punë do vazhdosh të merresh. Pastaj në nga çunat ka filluar të ta mësoj. Po një çunë të mësoj. Ama është interesant se ju jeni familje muslimane dhe keni prodhuar verë. Nuk ka qenë kjo ndasia. Kjo që thua ti, shumica e muslimanëve nuk shtinin. Dhe historikisht për ardhja e qytetit e Shqipërisë do thonë që kur i turku që i kreu. Ata që prodhonin këtu janë kryesisht krishterë. Po ç'ne që ju muslimanët? Po ka qenë bashkëjetesa bashk. Rakin artizanale që prodhon, çfarë rakie se njerëzit përgjithsisht thonë perla, muskat, ka bëmë rushin? Gjithmonë që më mbeten brësit nga vera, nga rushi Gems, ato i marrë zirë dhe del raki. Po mund të zirë 70 kg raki në një kuntal. Dhe nga Gemsi. Nga Pamiti del më pak, se Pamiti gjithmonë e ka apërësisht 19 të mëllësin e sheqerit rushi. Kurse Gemsi shkon dhe në 20-21. Edhe këto dy, kurse rakia perla është rushi perla dhe del rakia perla kur e zin. Ka marrë emrin e rushit rakia. Kurse rakinë që të Gemsi ne i thonë rakia zakonçme. Dhe edhe muskati është rushi muskat. Kërkohen këto, se përgjithsisht sot në për markete, në për dyqane ka plot rakie, verë, kështu, më shumë kërkojnë njerëzit të prodhuar në mënyrë artizanale. Më shumë kërkojnë, po, është gjë origjinale. Nuk ka hile. Nuk ka hile. Thonë që ka influar i shtini sheqer, jo. Jo, që moti, por e carët, varet mas kohës, moti, po të ishte i kejtë, nuk ka vinë të bërë rushi, e ndimonin në ëmbëlsi. Do më thënë, rushi mund të pike dhe në 16% sheqeri. Pra nuk ka lidhje kjo pjesa që jetë sheqer për të zënë shpejt, rakia? Jo. Rushi kur është i pikur, gjunatisht ishë. Dhe gjithmonë del lengë, do thënë, fruti, nga fruti del lengu i verës. Turi i gëzuar, unë nuk pi verë,
por duke qenë se erdha në qilarin tënd, do duhet ta provoja pak verë të bardhë. Ngjyrë ari. Unë po të them që të pish verë. Vera. Vera është njësoj me violinën. Është njësoj me lulen. Ka sharm, ka elegancë, ka delikatesë, ka të gjitha bashkë. Të tëra Se ju që prodhoni verë dhe shkruani poezi të bukura. Vera është mbreti tërë pijeve. Me verë buti nga Pogradeci tek familja Artur Blacërit, mbi 100 vite, 3 brezat paktën që merren me prodhimin e verës artizanale dhe të rakisë artizanale, është një veçanti shumë interesante e familjeve të Pogradecit, edhe pse ndryshe nga shumë vitet të kaluara, gjithmonë më tepër janë më pak familje që merren me prodhimin e verës, së butit apo të rakisë artizanale. Shqyqyr që kemi turin dhe disa familje të tjera që ne do t'i vizitojmë për të na folur për prodhimin e verës dhe të rakisë. Gëzuar me verë buti Pogradecit. Nga qilari Mime, kryesisht në verën e bardhë, por sigurisht edhe në të kuqe, është dhe Musa Abrashi. Musai në fakt është po ashtu një tjetër familje muslimane, me origjinë nga Trebinja, Dunica e Mokrës, dhe që në fakt prodhon verë raki të një cilësie shumë të mirë dhe shumë të lartë, që ka qenë edhe fituese e shumë çmimeve në Pogadec. Musa, përshëndetje. Mirë se të gjeta. Si je? A je lodhur? 47 vjet që merresh me prodhimin e verës. Në fakt më trego pak. Si ren kontakt me prodhimin e verës? E verës dhe rakisë. Po shoqëria që kemi pasur kanë qenë kryesisht ortodoks. Edhe pasur një shok të ngushtë, Gjergji Leka qyt. Edhe ata shtinin vazhdimisht, ja të tjerë, shtinin të rusht për verë. Shikonim atje dhe na hyrin qef pastaj. Sa vjeç ishe? Unë kam qenë i vogël fëmijë. Kam qenë rreth 13-14 vjet. Kur ren kontakt me kontakt me këtë, vinim shikonin si shtinte i ati Xhaxhi Kopi qushe, Kopi Leka. Edhe shtypim të rusha, me qizma, na vishte qizma, i në govat. Pra, qizmat, Xhaxhi Kopi, vishtin t'ju, shtypim të rushin në govat. Fillimi që na ka hyrë në qef, domethënë, të bëjmë dhe ne verë. Kur e nise, kur thej që shiko, unë po filloj të merre me këtë punë? Ka qenë rastësisht, isha thash rreth 13-14 vjet, ka qenë një kushërir i babit, një fuqi kade për të shie, unë... Ecim? Unë e mora, ju luta nenës, beva ca rush dhe e shtira rush. Nuk e bëm për të shi. Qa atere kemi shtëm vazhdimisht, nga pak, duke e rritur vit pas viti, tani shtim sa për nevojat tona personale. Për nevojat e tua personale, për misht, besoj se tani... Nuk diskutohet. Kesh dhe shumë misht që thonë... Normal. Musa, dua raki artizanale, dua verë artizanale. Edhe për misht, pa diskut. Kryesisht, jemi shumë të ke bardha, pa të ke kuqja? Po, ka marrë çmime më shumë për verën e bardhë. Po të dyja, domethënë, them se i bëj të mira. I pëlqen misht. Dhe ku ka shkuar prodhimi jot? Jashtë kufive? Po, në Amerikë, edhe në Greqi. Qa thonë njëzë, marrin telefon kur duan të marrin? Kam quar unë Raki Perla në Greqi, edhe ka qenë një presidenta pronar, si të themë, një Coca-Colës të gjithë Greqisë, që ishte edhe enolog. Edhe kur e ka provuar, i ka thënë kush e ka bërë këtë raki, është çuditur, domethënë. Është çuditur. Çuditur. Ka bërë përshtypje shumë. Raki Perla të zjerë 2 herë. Unë e zjerë rakin 2 herë, mos u ndohem me literaturë franceze. Rakia, po të zjerë vetëm verë, do njerë të zjerë. E zjerë 2 herë 27 gradë, si i thonë s'ka rëndësi grada. Në qoftë se e zjerë vetëm verë, për raki, një herë do ta zjesh. Në qoftë se e zjerë me gjithë bërësi do ta zjesh 2 herë, le të jetë edhe për rushi. Se këta thonë vetëm të kumës 2 herë, edhe e rushi. Se dalë raki, 2 herë distiluar i bje.
Prandaj ato vodkat që janë ruse që janë, i distilojnë 2-3 herë që dalin të mira. Ti rakin vetëm perl, çfarë lloj prodhon? Vetëm perl e muskat. Perl dhe muskat. Rushi ku e merr një? Unë perlën e marr në zonën tonë, kuptoj. S'ka në zonë tjetër. Kurse atë rushin që bëj për verë e marr në fshatin Karkavet, si Librazhi. Po pse në Karkavet dhe jo këtu rreth? Piqet më shumë atje, edhe është një zonë që rushi Tokaj edhe mbajnë të Librazhi për rushin Tokaj që e ka. Pra rush Tokaj përdor ti për kryesisht Tokaj për të bardhën, po. Kurse për verën e kuqe me lot kabernit. Si e ke gjetur? Le ta themi sekretet ose hilet që të prodhosh një verë të mirë. Po shiko. Se janë disa detaje që bëjnë diferencë. E para është përvoja. Ka shumë vjet. Do gabosh një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj do më plus kanë shpkuar e specializim në Itali. Unë ka marrë një shoqat, ka trajnuar. Në Ancona kemi qenë një javë aty, specializim, kemi mësuar shumë gjëra që nuk i dini vërtet. Ne mburem i dim shumë. Po fakt bota di diçka më shumë. Nuk dini. Shofi kazan rakie këtu. Ma shpjegosh pak se tani njerëzit janë mësuar në përgjithësi që shohin atë pjesën këtu të kazanit të rakisë, po ti e ke përshtatur në këtë formë. E kam përshtatur brenda. Ky është bakër një. Kazan bakri është kryesisht din po thonë në Pogradec janë po thotë të gjithë zgjenë raki. Po, është e vërtet. Po, do t'ja u them edhe një herë, sa dëgjojmë. Ky Kazan bakri është me 2 kuintal. Tani nuk bën ti hekur në një lloj tjetër. Edhe inox, edhe inox. Po më mirë. Po ne ata të parë tan kështu na kanë thënë që pe bakri është më mirë. Është i bukur, nuk e duron zjarrin shumë. Shtrembohet, po nuk çahet, nuk prishet. Është rezistent, është edhe i pastër. Po kokën vazhdimisht kokën si për kallajsi, në ustallart, që kallaj e bën me kallaj. Se kur i bie kallaja kokës këtu, e revale kazanit dhe rakia e vrashkë, thonë, dele egër, nuk dele mirë. Sa? Ky kazan merr 2 kuintal. 2 kuintal. Sa i duhet një fuqie të zjej? Por e 2 orë që t'ja marrësh dhe prepirin komplet. 2 orë e gjysmë. Ti e zjen 2 herë? 3. Unë e zjej me gjithë prepir të tërin bashkë, pastaj e zjej të gjithë. E pëlqen rakin tënde, a? Asnjë se shoh rakinë. Jo, njerëzit, përgjithësi çfarë thon njerëzit? Rakia rushi perla është i mrekullueshëm për raki. Është më i miri. Raki pa hile. Po pa hile e bën ti pastaj, po duhesh i bën hile. I bën hile. Po ti bësh hile, ajo po ti edhe sheqer fjala. Vjen ik në aroma, s'ka aromë. Ti deguston pëlqen rakinë e kupton më një herë. Më një herë kuptohet, më një herë. Kupton që këtu atë prish këtu. I prish punë vetes etj. Unë prandaj thash që unë vetëm me raki perla dhe muskat. Edhe verë cilësore. Këtë vit do marrësh pjesë në konkurs? Po do marr. Shpreson të fitosh? Bjet, morën shfil? S'ka rëndësi, fitoj as fitoj, kemi fituar, edhe fitojnë të tjerë. Po na japin tani çmime edhe të dyta edhe të treta domethënë. E rëndësishme është pjesëmarrja. Pjesëmarrja, po të shoh. Tani ndërkohë ke djem? Unë kam një djalë. Ke një djalë? E 2 vajza. Po vazhdon të vjen më shiko, po jo se ka aq me qef, po do t'ja futim. Do t'ja futim se shkulturë më të bësh verë. Po pra. Është art. Po. Është për qef vetë. Nuk është çështje fitimi e tjerë. Nuk shumë është kur arrin në një farë moshe dhe edhe aty do të hyj gradualisht. Po jo se ka aq me qef se që kanë pasur unë. Nuk e ka aq, po. Ke edhe disa butë druri që i mbaj këtu jashtë. Po, i kam ata. Atëre. Ky është një qilar i jashtëm pak a shumë. Nuk është i mbuluar, por gjithsesi e ke përshtatur në formën më të mirë të mundshme për të mbajtur prodhim. Vonë do ta mbuloj për të mbajtur këtu, po tani i kam nxjerr për t'i rrahur, për t'i goditur rrethet se kur thahen këta lirohen. Plus t'i mbush me ujë, të bëj merr dhe t'i bëj gati për të stërë verë. Verën e qarkulloj dhe i trajtoj në butet plastik, pasi bëhet verë, tamam e këtu. Tani ti ke shumë vite në Pogradec, pas ke pasur miq, shok që vi nga familjet krishtera. Ti je 60 vjeç sot, besoj e mban mend që pothuajse shumica e familjeve pogradecare kishin mos butet të tilla, po kishin butet druri. Kishin butet me druri dhe shumë më të mirë nga këta. Kishin per robulli. Shumë pak ka sot. 3 kuintal, po tani pak ka me tërmet. Unë ai shoku im ka pasur 3 bute në Gjergj. Per robulli. Që thot robullin e merrte në Valamar diku lart. Se robull ande ka. Lart më si bëhet, i bën ustallar, ku duan jatje. Që ti jetë buti i mirë, çfarë druri duhet të ketë? Për pogradcar të robulli, po edhe ky i lisit është i mirë i dushkut. Edhe lis dushkut. Lis është shumë. Kjo qëndrimi i verës në butë jep
pastaj i shije më të mirë si çfarë ndodh? Shiko, kryesisht ky ka aromë lisi. Ka aromë të mira. Me këtë për shembull mbahet edhe ajo rakia që bëhet zolta e verdhë. Mbahet sa janë të rinj, se lëshojnë ngjyrë këta dhe aromë. Pastaj më pas i përdorim për verë. S'duhet shumë aromë të ketë jeti i ri buti, e ta përdorish për verë se i jep aromën e vet fort. Duhet të ketë aromën e vet vera. Të them unë ty tash me ato çka kemi dëgjuar dhe ande nga kemi shkuar në specializim. Rushi ka 4 veti, 2 ka lëgorja, që ka ngjyrën dhe aromën, dhe 2 ka tuli, që ka lëngun dhe sheqerin. Këto 4 veti përbëhet rushi që prodhon verë. Nuk bëhet verë, sipas atyre specialistëve, atyre profesorëve që na shpjegonin në Universitetin e Bujqësor të Ankonës, pa metabisulfit. Edhe ka 15 deri në 30 gram për kuntar. Unë jef minimalen, 5 gram, se varet nga rushi. Po të jetë rushi cilësor, nuk do shumë. Se ndihmon për heqjen e sëmundjeve që ka marrë rushi nga në kohën që prodhoshe. Në kohën që prodhohet rushi, me sëmundje. Ti e lufton me ato ilaçe, por ato ilaçet janë sëmundje për trupin e njerit. E kuptoj. Ky metabisulfiti i eliminon edhe ilaçet dhe sëmundjet që ka pak rushi. Dhe nxjerr verë më të pastër. Dhe gjëra e parë që na theshte një, se u mbaj më të emrat e tjerë profesor, sa nuk bëhet verë pa metabisulfit. Nuk quhet verë. Heq aciditetin, heq ato sëmundjet që ka pasur. Plus thashte që kush bën verë është artist në vetvete. Po vera ma, se të gjithë tash pas ka shumë e din formulën. Ne me rushin e shtype atje dhe doli verë. Tash ja vera duhet trajtuar, duhet shpërndarë. Po gjithsesi ata që prodhojnë për kushte shtëpie, okay janë. Ata që prodhojnë për konkurs pastaj në Pogradec është për kushte shtëpie. Kushte shtëpie. Shtëpie shumë. Po e kanë qef verën, si të themu, e kanë pak si të egër qef. Do me gaze, do. Kur në fakt është e kundërt, duhet t'jaqësh aciditetin verës. Ka mos i t'jaqësh fare. Fare se 4% e mbana gjithmonë, vera më e mirë. Musa, ti do vazhdosh të merresh me këtë punë, nuk është se ke ndërmend ta lësh, se njeriu kur fillon del në pension po kur del pension çfarë do bëj? S'ke çfarë bën, me këtë punë do merresh. Me domino të lozim, po mirë bën në verë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Shumë mbarësi dhe me çmime sa më shumë të ardhmë. Gjithë mirat. Mirat si